Historia e banores së Big Brother VIP, Saranda Hoda, Sasa, vajza që u braktis nga nëna, jetoi me një të vërtet të fshehur për 17 vite dhe vuan një sëmundje që e kanë vetëm 16 njerëz në botë. Saranda Hoda, e njohur për publikun si Sasa, banorja e re e Big Brother, mbart një histori që të trondit, të prek dhe të lë pa fjalë. Një histori e dhimbshme, plot plak të vjetra dhe të vërteta të zbuluara me vonesë. Ajo ka ardhur në jetë si fëmijë jashtëmartese. Kur prindërit u ndanë, Sasa u la në shtëpinë e gjyshit dhe gjyshes, një shtëpi ku jetonte bashkë me njerëkën dhe fëmijët e saj, motrën dhe vëllain nga babai. Për plot 17 vite, Sasa ka jetuar duke besuar se njerëka ishte nëna e saj biologjike. Askush nuk i tregoi të vërtetën, por e vërteta doli në pah kur ajo mbushi 18 vjet. Në atë ditë, një telefonat ndryshoi gjithë botën e saj. Në anën tjetër të linjës ishte ema biologjike, gruaja që e kishte sjellë në jetë. Takimi mes tyre ndodhi atë vit, por Sasa e përshkruan si një nga përballjet më të dhimbshme të jetës së saj, një takim që në vend të shëronte plagët i hapi të tjera. Dhe si të mos mjaftonte kjo, pak kohë më pas nisën problemet serioze shëndetësore. Sasa u diagnostikua me hemangiom, një sëmundje jashtëzakonisht e rrallë, të cilën e kanë vetëm 16 persona në gjithë botën. Sëmundja solli komplikacione të rënda, ajo kaloi javë të tëra në spital, madje ra edhe në koma. Në atë periudhë të errët, ema biologjike e kontaktoi vetëm një herë. Por përgjigjja e Sarandës ishte e prerë dhe plot dhimbje. Nuk e njoha. Jeta e saj mori një kthes tjetër vitin e kaluar, kur, pas 33 vitesh, Sasa takoi për herë të parë motrën e saj, Saskën. Ishte vetë Saranda ajo që e bëri hapin e parë, duke hapur një derë që ishte mbyllur prej dekadash. Disa muaj më pas, ajo mori guximin të takonte sërish të ëmën biologjike, këtë herë gjatë një udhëtimi në Gjermani për një festival. Ato u ulën përballë njëra tjetrës, por Sasa ka thënë hapur se mes tyre nuk ka pasur ndryshim, as afrim, as përmirësim. Ajo ka vendosur të mos mbajmë as urrëtie, as dashuri, vetëm respekt. Nuk kam as inat, as dashni, kam veç respekt. Shpresoj që në të ardhmen të kemi raport më të mirë. I kam lënë pas gjërat që kanë ndodhur, ka thënë Sasa me një pjekuri dhe forcë të rrallë. Në atë takim morën pjesë edhe motra dhe vëllezërit nga nëna, bashkë me vëllain nga babai, një moment që simbolizon fillimin e një kapitulli të ri në jetën e Sarandës. Historia e Sasa Hodës është një prej më të fortave që kanë hyrë ndonjëherë brenda shtëpisë së Big Brother. Një vajzë që ka kaluar braktisjen, dhimbjen, tradhtin, sëmundjen dhe humbjen, por megjithatë ka vendosur të ringrihet dhe të tregojë veten. Mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!